Lard Vasili, me nënën time unë flas greqisht, finalisti i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, edicioni i 4, Lard Vasili, ka bërë një rrëfim ndryshe në E diell me Edi Manushin. Aktori ka rrëfyer gjithçka që nga fëmijëria, si e la futbollin për të futur në rrugën e artit, raportin me maman por edhe me motrën. Derisa po tregonte një histori, ai ka theksuar se me të ëmën flet greqisht gjatë gjithë kohës. Me nënën time unë flas greqisht, me tim atë flisja shqip, tha ish banori në një moment. I njëjti u komentua tejet shumë në kohën që ishte në shtëpinë e VIP-ave, pasi shumë shpesh ka folur edhe greqisht. Larti ka qenë një personazh tejet interesant i këtij edicioni. Duke sjell një frym krejtësisht tjetër në atë format, ai zhvilloi një lojë me plot ngjyra e bëri biseda të ndryshme me konkurrentët, duke ju mësuar shumë gjëra. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.